Garda e Republikës në kohën e qeverisë Berisha është përgjegjëse jo për 4 viktima të pafajshme të vrara në protestën e 21 janarit 2011, por për 5 viktima. Në një vendim të gjykatës administrative dhe në vitin e 6 të përkujtimit të vrarëve nga Garda, ky institucion është gjetur përgjegjës edhe për vetvrasjen e Bardosh Myrtajt, djalit të një prej viktimave, përkatësisht Faik Myrtajt. Sipas gjykatës, vetflimi Bardosh Myrtajt është ndikuar nga vrasja që Garda e Republikës i bëri babait të tij më 21 janar 2011. Një ditë më parë, qeveria shqiptare i akordoi një fond të veçantë Gardës për dëmshpërblimin e familjarëve të viktimave, por me këtë vendim të administratives, pjesë e dëmshpërblimit pritet të bëhet edhe viktima e 5 e krimit shtetëror ndodhur 6 vite më parë. Në 21 janarin e 2011, 4 protestues u vranë përpara oborit të kryeministrisë nga plumbat e Gardës së Republikës. Viktimat ishin Alex Nika nga Lezhë, Ziver Veizi nga Gjirokastra, Faik Myrtaj nga Fieri dhe Hekuran Teda nga Tirana.